Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në këtë hapësirë mëcën e ekonomi ditën e sotme. Do të flasim se cilët sektor janë duke u mbështetur nga bankat me kredi. Banka e Shqipërisë ka publikuar raportin e radhës për politikën monetare, flet për rritje të depozitave, të kredive, gjithashtu flet për lehtësim të normave të interesit dhe për shëndetin e përgjithshëm financiar. Do flasim mbi këtë temë me profesorin Elvin Mega, kam kënaqësi ta kem studio, profesor kënaqësi, dhe Lorenz Rabeta, kënaqësi. Profesor, për ta nisur së bashku, do të paraqesim edhe një grafik të momente për ta komentuar për shpërndarjen e kredisë bankare në sektorët e ekonomisë. Tregtia, ndërtimi, industria nxjerrëse dhe industria e turizmit janë ato që mbështeten më së shumti me kredi nga bankat. Si analizoni, sapo ta kemi gati edhe grafikun? Natyrisht nuk ka ndonjë surprizë ose më mirë themi diçka që nuk ishte e përflitshme. Paka shumë u bë disa vjetë, paktën në 2 deri në 3 vjetë fundit, që janë po të njëjtët sektor të cilët vijojnë, më mirë themi, të japin ngjyrë ose ton jo vetëm zhvillimit ekonomik, pra rritjes ekonomike, eksaktësisht këto janë sektorët që ndikojnë ose që zënë pjesën më të madhe të kontributit në rritjen ekonomike dhe është e thjesht kuptohet, ose vetë kuptohet, që po këto sektor në mënyrë intuitive do të përkrahen, ose do të suportohen, ose do të mbështeten nga ana e sektorit bankar me huap në zgjerim ose në funksion të zhvillimit të këtij aktivitetit zgjeruar. Pra, deri këtu nuk është se kemi ndonjë aspekt, më mirë të themi, jo të pritur ose që mund na shkaktoj një lloj pritshmërie jo të saktë. Pra, në përgjithësi është e qartë që sektorët historikisht sektori më i mbështetur ka qenë tregtia, ka hyrë këto vitet e fundit patjetër me ritme të shpejta pjesa e sektorit turizmit, pra që mbeten gjithmonë në pjesën të shërbimeve, tregtia dhe turizmi. Natyrisht ndërtimi ka marrë përsëri një hovë mbas disa viteve stagnacion, kryesisht mbas vitit të 2012-13, pra si pasojë kushteve objektive më mirë themi të krijuar edhe në arenën ndërkombëtare, por edhe në rastin e Shqipërisë. Ajo që është e rëndësishme në pjesën e sektorit ndërtimit, duhet dalemi jo vetëm thjesht në aspektin e se këtu është pjesa e biznesit, më mirë themi, dhe ajo reflektohet në aspektin e kredive për ndërtim, por nëse do të kthehemi tek pjesa e konsumatorit individ, do të shikojmë që ka një rritje vazhdueshme, më mirë themi, kredisë për strehim që në një farë mënyre shkon po prap, si thua, nëse marrim totalin e huave të dhëna, ky sektor mbetet ndoshta nga sektorët më të financuar të ekonomisë, pra qoftë në këndvështrimin e biznesit, pra nga ana e biznesit, por edhe ana e konsumatorit privat. Pra, dhe pastaj sigurisht industria nxjerrëse ndoshta është nga të vetmet industri ose ajo pjesë industriale, më mirë themi, ekonomisë shqiptare që vazhdon të eci, pra ka një ritëm ose detyrohet të mbulojë, më mirë themi, të gjithë ineficiencat ose rënjet reale në pjesën tjetër të sektorit të industrisë, pra pasi Shqipëria po të shikohet në aspektet saktuara sektorit të industrisë ka rënje nga njëri vit në tjetrin, që duke fillu me pjesën të prodhimit fason ose prodhimeve tjera. Pra, pak a shumë këto janë industrit ose sektorët e mbetur të ekonomisë, të cilët pasi jemi kapur fort, pra edhe qeveria, edhe biznesi privat dhe konsumatorit dhe sigurisht edhe bankat, pasi në një farë mënyre bankat ndjekin atë çfarë ndodh në treg dhe në ekonomi dhe përpiqen të rrisin e efikasitetin e huave ose të përdorimit të huave në ato sektor të cilët prodhojnë në ekonomi ose gjenerojnë, më mirë themi, të ardhura në ekonomi. A është kjo rruga e duhur? Kjo pastaj ha debat se si duhet zhvilluar ose se si duhet orientuar ekonomia. Le ti më pas rruga e duhur. Si e komenton këtë tabelë që kishim? Edhe një herë tabelën nëse do të mundemi? Në fakt është një tabelë e cila duhet merret dhe të vlerësohet me laps në dorë nga qeveria dhe duhet ta shqetësoj shumë qeverinë. Sepse çfarë kemi? Është mos e logjikshme që tregtia me shumicë dhe
me pakic të financohet në këtë moment, sepse kemi një boom turistës cilët kërkojnë produkte dhe është mësa e kuptueshme që të ketë një financim në këtë sektor, por është krejtësisht e pa kuptueshme përse kreditimi në bujqësi është aq i ulët. Është vetëm kam përshtypjen tek 6 miliard lek tek rreth 60 milion dollar. Absolutisht, qeveria duhet ta shohë këtë si një këmbën alarmi, sepse financimi i munguar në bujqësi, po na sjell sot atë rënje të produktit bujqësor, i cili dhe po na shprehet me rritjen e importeve dhe me një trajektore rëndëse prej 4-5 vitesh sektorit të bujqësor. Çfarë kemi tjetër në rritje? Kemi në rritje akomodimin dhe shërbimin, prapë mëse e kuptueshme sepse jemi në një moment të zhvillimit turizmit dhe shumë mirë që bankat e mbështesin atë sektor. Por nga ana tjetër kemi mungesë të fortë në të kreditimit në industri. Kemi 2-3 vjet që thonë prodhuesit industrial që ne rënja e euros, zhvlerësimi i euros, po na shkatron dhe të paktën qeveria ose të na ndihmoj me garanci sovrane, ose të na ndihmoj duke na subvencionuar zhvlerësimin e euros. Çfarë ka ndodhur? Kemi pasur para 2 vjetësh kam përshtypjen një garanci sovrane nga qeveria, u ankuan shumë kompanit, sidomos kompanit fasone, sepse ajo garanci nuk shkoi te ata që kishin më shumë nevojë dhe bile kam edhe eksponent sa industrie që thonë që jo, nëse pam fare, bile duhej ishte edhe në fakt një subjekt mbas edhe korrupsioni, sepse u jepe ajo garancia atyre që ishin të gatshëm të paguanin diçka te ata që i miratonin e tjerë. Pra, e them me pak fjalë, kemi nën financim te ata sektor që të cilët kanë më shumë nevojë dhe mbase, dhe mund të them, mund të ndizoj atë që tha profesori, kemi një mbifinancim kohët e fundit të sektorit ndërtimit. Unë kam parë pak dhënat, janë 77 milion euro të dhëna në sektorin e ndërtimit për kompanitë e ndërtimit, po dhe kam përshtypjen, janë rreth 800 milion euro në total që janë dhënë për kompanitë e ndërtimit gjatë viteve të fundit. Janë rreth 200 milion euro tjera që janë blerje pasurisht palueshme nga ana e kompanive të ndërtimit. Pra sektori bankar është ekspozuar me 1 miliard euro tek sektori i ndërtimit. Pra, unë dalë tek prodhimi bujqësor në rënje, prodhimi industrial në rënje, por ajo që u cekët ju që në fillim, apo shkon ky kreditim tek sektorët e duhur të ekonomisë? Natyrisht, bankat nuk mund t'jenë përcaktuese me mërtimi strategjive të zhvillimit. Në një farë mënyrë ato ndjekin, si thua, politikat e zhvillimit, pasi në finale bankat nuk janë paragjykuse për sa i përket aspektit se cilët sektorët të ekonomisë kanë nevojë ose duhet financohen, banka ndjek qëllimin e saj të maksimizimit fitimit ose të optimalizimit të mëmirëthemit fitimit, natyrisht duke ruajtur ato parametrat e duhur me menaxhimit të rrezikut. Në vit të asaj që tha Lorenci me drejt, kemi një financim modest sektorit bujqësor ose të bujqësisë në përgjithësi në raport me sektorët e tjerë, pavarësisht se në Shqipëria përballet me një lloj paradoksi ndër vite, ku të paktën tani kemi rreth 47-48% popullatës që jeton në fshat ose që supozohet se mbahet ose jeton me një aktivitet bujqësor, i cili në totalin e përgjithshëm, pra të ekonomisë ose prodhimit përgjithshëm bruto, kontribon vetëm me 18.5%, pra 18.5%, dhe merr një financim shumë herë më të vogël me jo vetëm me proporcionin që zë në ekonomi, pra me peshën që ka në ekonomi, me peshën e popullatës që mbulon, dhe në një farë mënyre këto para nuk mund të fajsojnë bankat që këtë financim ndaj ekonomisë ato po e kanalizojnë drejt sektorëve jo eficient, më thonjë za, ose drejt sektorëve të cilët nuk promovojnë dhe nxisin zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë ekonomik, por në një farë mënyre ky është modeli i zhvillimit ekonomik që deri më sot është projektuar dhe është orientuar, më mirë themi, nga politikat qeveritare. Politikat e zhvillimit nuk i ndërmerr biznesin, nuk i harton biznesi. Biznesi riorienton
kalibron qasjet e veta dhe bankat janë në finale biznese, të cilët në përputhje me strategjinë e zhvillimit afatgjat, ose planet afatgjat të zhvillimit, politikën monetare, politikën fiskale, që zbatohen nga instancat shtetërore ose nga institucion publike, fillojnë dhe riorientojnë, kalibrojnë qasjet e tyre si në drejtim të ofrimit prodhimit, pra të madrave të produkteve të shërbimeve, dhe të financimit. Pra, askush nuk mund të fajsoj, me themi, bankat, pse po japin më shumë kredi për turizmin, ndërtimin, tregtin, kur vetë modeli i zhvillimit ose dhe vetë politika fiskale orientuar nga qeveria, çon ujë, me themi, në këto sektor ose nuk bën diferencime të caktuara, që të mundësoj këtë riorientim, me themi, të fondeve. Nga ana tjetër, pjesa e financimit të sektorit bujqësisë ka dhe probleme tjera. Pra nuk është thjesht vetëm, nuk është për ndonjë fakt interesant mungesa e financimeve në bujqësi. Dhe sado, duhet tjetë e qartë e një fakt tjetër, sado parat e idhen bujqësi, qoftë po themi nga ana e bankave ose nga ana e sektorit publik, për fat keq, bujqësia është një sektor me shumë ineficienca, me shumë problematika, pra duke filluar që nga pronësia mbi tokën, pjesa dërmuese e pronës në fshat ose e tokës bujqësore është ende pa zgjidhur, pra shumë e zgjidhur problemi i pronës në hapësirën urbane, sesa në atë rurale. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Problemi tjetër është fragmentimi i fermës ose i tokës bujqësore, një ineficiencë tjetër, nga të cilat as 8 deri në 10% e fermave janë me më shumë se 4 ose 5 hektar. Pra nuk marrin të sigurojnë ekonomi shkalle. Tregojnë një shkallë shumë të ulët formalizimit. Pra ka pjesa më e madhe e prodhimit bujqësor realizohet në informal. Pra nuk është poshtë, si thuash, radarit politikës fiskale. Pra nuk e kap politika fiskale. Dhe në kushte tilla, jo vetëm për bankën, por për çdo lloj institucioni që është i gatshëm të ofrojë mbështetje financiare, është shumë e vështirë dhe e komplikuar që të rrisë parat. Kjo i mban bankat jashtë? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Dhe po të shikoni, jo vetëm bankat, por edhe nëse marrim buxhetin e shtetit dhe mbështetjen dhe subvencionin buxhetor që ofrohet për sektorin e bujqësisë, është dukshëm shumë i ulët dhe është i pamundur që të rritet. Ka rritje shumë të vogla në vite, por ajo rritje është gjithmonë nuk kap të paktën ritmin e rritjes reale ekonomike. Pra, financimi i bujqësisë mbetet gjithmonë mbrapa rritjes së zhvillimit përgjithshëm ekonomik. Dhe kjo çfarë bën? E ul në afatgjat kontributin, më themi, të bujqësisë në zhvillimin e përgjithshëm. Dhe këtu duhet parë, pra, është problemi nuk është mos dëshira e qeverisë ose buxhetit shtetit për të financuar sektorin e bujqësisë, por janë probleme tjera jashtë probleme financiare. Është si një kovë e çarë, nëse themi në terma demonstrativ, me një kovë të shpuar ose me një gotë të shpuar, le të jetë ujë sa të duash, pra mund ta mbash rubinetin gjithkohës hapur dhe duket sikur shpenzon sasi të madhe ujë, po bosh do të mbetet ai gotë sepse ka shumë të çara poshtë ose ka një të çarë i cili rrjedh vazhdimisht. Në mënyrë figurative kështu funksionon dhe bujqësia. Ka shumë ineficienca strukturore, të cilat pamundsojnë ose relativizojnë në maksimum fondet e dhëna qoftë në mënyrë publike me financim të huaj ose dhe me financim nga ana e sektorit bankar. Pse është në rënë thirr për tretin apo të katërtin vit radhës? Janë këto probleme strukturore? Kanë qenë dhe më herët, po pse më herët nuk ka qenë në këtë lloj rënje që është 3-4 vitet e fundit? Sepse sektorët e tjerë nuk kanë qenë kaq në rritje dhe në zhvillim. Pra, sektori i ndërtimit nuk ka pasur këtë hop. Sektori i industrisë nuk ka pasur këtë lloj rënje ose këtë kontribut. Shqipëria ka pas goxha eksporte ose rritje eksporte në pjesën e industrisë të fasonit. Pra ka pasur disa elemente tjerë të cilët e kanë pasur kontributin në rritje ekonomike më të balancuar. Dhe sigurisht bujqësia në totalin e vet, roli i saj duke sigurisht më i madh.
Në ndër vite, bujësia këtu ka qënë. Pra, në vetë, financim nuk ka pasur ndryshime të forta, revolucionare. Ndryshime ka ndonë sektor të tjerë, të cilë në një moment saktuar nuk kanë qenë financuar, ka është një ndërtimi, po themi, nuk ka pasur këtë lloj mbështetje sa që ka pasur vitet e fundit. Kredia për strehim për individet nuk ka qenë kaq e lartë, 4 ose 5 vite më parë, ose 10 vite më parë, ose nuk është rritur me këtë ritëm më mirë themi. Turizmi nuk ka pasur këtë lloj suporti dhe me ngritjen e tyre të madhe, sektorët që vazhdojnë mbeten po aty ku janë, pra nuk mbajnë ritmin e rritjes ekonomike në totalin e, si themi, të tavës madhe, më mirë themi, të rritjes ekonomike, roli i tyre gjithmonë vjen dhe zbret dhe zbehet, sepse nuk rriten, ose nuk mbajnë ritmin e rritjes. Dhe kjo nuk ka pse të shkaktoj habi, pasi problematika që ka bujësia janë, thash, probleme të thella strukturore, pas zgjidhjen e cilave madje nëse do të zgjidhen këto probleme, edhe këto fonde po të vazhdojnë të jepen kaq sa të jenë, do kenë eficiencë më të lartë dhe do të arrisin prodhimin bujësor. Jo më pastaj që nëse këto probleme do të marrin zgjidhje, shtimi i financimeve do të arrisë akoma dhe më shumë më shpejt, më themi, kontributin bujësisë. E kuptoj. Si ta kuptojmë kërkesën e lartë për kreditim nga bizneset e vogla dhe të mesme? Kemi disa vite që themi biznesi i madh është në gjendje më të mirë, veçanërisht biznesi i importeve, veçanërisht ai që terma pejorativ që përkufizohet në Shqipëri edhe si oligark. Atëherë kemi këtë biznes i cili fut këto mallrat me shumicë, i cili ka për këto kontratat e rëndësishme shtetërore, që gjendet mirë. Por ama nga ana tjetër, shohim që është mirë dhe me likuiditetin. Dhe shumë shpesh i drejtohet më pak për kredi bankave dhe i drejtohet për projekte madhore. Ndërkohë që vazhdimisht flasim edhe për problemet që ka, sidomos biznesi i vogël dhe sidomos edhe biznesi i mesëm për shkuar më tej te individet. Janë, sidomos biznesi i vogël, ka vuajtur shumë këto kohë rënjen e rritjen e çmimet shumë të larta, cilat është detyruar t'ja shkarkojë tek konsumatorët. Pra kemi një individ dobët, një biznes vogël dobët, një biznes vogël dobët dhe një biznes të madh të vogël dobët, të mesëm dobët, e cila reflektohet dhe tek shkalla e kreditimit, cilës bizneset, këto dy biznese pra kërkojnë më shumë kredi për likuiditete dhe për disa prej tyre edhe për të mbuluar problemet me paga e tjerë, ndërsa biznesi i madh kërkon më pak dhe është i fokusuar pikërisht tek investimet e mëdha, investimet e rëndësishme. Disa prej atyre 77 milion eurove që thashun janë dhënë muajin gusht në ndërtim, janë pikërisht disa bizneset mëdha, të cilat kanë marrë kredit më të mëdha të rëndësishme pikërisht në sektorin e ndërtimit. Por unë doja të ndalesh edhe një moment tek ajo që po thoshte profesori, bankat janë në thelb janë biznese private. Dhe ku shkojnë? Shkojnë aty ku kanë garanci, ku kanë siguri. Në bujqësi nuk gjejnë certifikata pronësie, që është shumë rëndësishme për miratimin e një kredie, dhe nuk gjejnë bilance. Atëherë, si mund t'japi një bank një kredi në kohën kur nuk ka një pronë kolateral, as nuk i duket fare atij fshatarit, ato AMTP-t e famshme nuk i kanë marrë ende, domethënë 350.000 ferma nuk kanë ende certifikata pronësie në masë të madhe, dhe nuk kanë, absolutisht, janë komplet pothuajse informal, vetëm 100.000 fermer kanë nipte, dhe nuk kanë edhe një xhiro. Atëherë banka absolutisht nuk mund t'japi kredi në një subjekt i cili s'ka një pronë dhe i cili nuk ka një të ardhur të qëndrueshme ose të paktën të dukshme. Ti mund të thuash bankës sa nuk kemi një paradoks në këtë mes. Banka qendrore si regulator ka dy funksione, dualiteti që quhet monetarja dhe punësimi masiv. Nëse, siç e tha profesori, ne kemi punësim masiv në zonat rurale, 48% e banorë, gjysma e popullsisë shqipërisë në zonat rurale. Si ka mundësi që nuk ka një regulator që të kreditohet edhe ky lloj sektori? Po, sepse ka një lloj paradoksi në këtë mes. Pra ti si regulator e ke për detyrë të flasësh. Vetëm një sekond shkurt fare, nuk kemi më aq shumë njerëz në fshat saç kemi pasur, e para fare dhe ç'është shumë e rëndësishme dhe kjo është një faktor që e frenon kreditimin e bujqësisë. Dhe nuk është hecur absolutisht fare me
me këtë krijimin e kooperativa që dha profesori, nuk jep një bank, nuk krediton një fshatar i cili ka 10 dynim tokë dhe që nuk është i formalizuar. Dhe për më tepër, atë 10 dynim tokë nuk e ka me letër. Sepse ku do të kapet kredia, ku do të jepet kredia. Çdo kredi shkon atje tek regjistri i kredive, e bazuar në një NIPT, në një pronë caktuar, në një dhënë zyrtar, në një bilanc zyrtar, në një rrogë zyrtar atje. Fshatit ton i mungojnë krejtësisht këto. Sot po i mungojnë edhe fshatarët, nuk kemi më fshatarë që të punojnë kështu, edhe që ta marrin kredin. Kështu që unë shoh që të përkeqësohet më tej. Pse ka ndërhyrë Banka e Shqipërisë te frenimi i kredisë hipotekore? Unë nuk do të thoja frenim të kredisë, sepse në terma real nuk është se kemi një frenim, kemi ngadalësim, ndoshta. Termi me përshtatshëm mund të ishte një ngadalësim i ritmit të rritjes, po është duke ngritur pak frenën e dorës më shumë se sa të këmbës. Sigurisht një situatë e tillë është e shpjegueshme, nisur nga ritmi relativisht i fortë i rritjes, më themi, të kredisë hipotekore për 3 vjet rresht, pra ka qenë që nga 22, 23, 24, që kanë qenë vite të rritjes masive, 2 shifrore, pra ka qenë 14-15% në vit mesatarisht, 14-15%, që është një rritje fort, shpejt, dhe kjo bën të mund, pra kjo rritje ka që shpejt, ka që ma brenda një kohë relativisht shkurtër, sepse 2-3 vjet janë një periudhë disi afat mesme, nëse e quajmë kështu. Çfarë bën? Rrit shpejt ekspozimin masiv të bankave drejt një profilit caktuar riziku, ose drejt një produktit caktuar që është pikërisht kredia për strehim. Dhe sigurisht sipas parametrave ose standardeve të makroprudencialitetit që aplikon Banka e Shqipërisë në drejtim të ruajtjes, më themi, të shëndetit financiar të sektorit bankar, por edhe më gjerë, më themi, sistemi financiar, këto parametra duke se po i afrohen asaj pikës ku mendohet ose shihet e arsyeshme të fillojnë të merren disa masa paraprake, pra këto nuk janë masa shëruse, këto janë masa parandaluese. Kjo nuk do të thotë që ka ndodhur diçka e keqe. Pra, pse? Sepse është më mirë parimi që ndjek tashmë Banka e Shqipërisë sikundër çdo bankë qendrore, kryesisht mbas krizës vitit 2008-2009, është marrja e masave parandaluese, frenuese, ose ato që lidhen kryesisht me sinjalet e para që merren, ose ato sinjalet e hershme, më mirë themi, të paralajmërimit, më mirë themi, të situatave të vështira ose komplekse që mund nesër po u lanë të pa adresuara, mund përkthehen në një krizë të mundshme, financiare dhe ekonomike. Pra, janë pikërisht kjo qasje parandaluese, ku shenjat e para paralajmëruese automatikisht nxisin, më mirë themi, vënë në punë të mekanizmave ngadalësues dhe pastaj frenues ose ndalues nëse fenomeni fillon dhe merr një xhiro të shpejt ose fillon të shpejtohet shumë shpejt. Kam përshtypjen që besoj që është ende pak herët për të gjykuar mbi efektin, po themi, të plot të masave të marra në muajin korrik gusht, mos gaboj, pra ka qenë periudhën e verës, shpallja, më mirë themi, e këtyre masave parandaluese ose të këtyre kërkesave të shtuara nga ana e Bankës Shqipërisë për të ngadalësuar, më mirë themi, ritmin e rritjes të kreditimit për sa i përket sektorit pasionit pa luajshme në drejtim të kërkesës individuale. Nga ana tjetër duhet parë edhe në krahun tjetër fenomeni që është tashmë i njohur në treg të vështirësive të kryerjes së transaksioneve ose të rënies së numrit të përgjithshëm të transaksioneve të shitblerjes në tregun, më mirë themi, të pasurive të paluajtshme, që vjen si pasojë e efektit pritshmërisë që krijoi shpallja e të famshme së rivlerësim ose procesit të rivlerësimit pasurive, i cili ende sot e kësaj dite vazhdon ta mbajë tregun pak në ngërç ose në mos funksionim optimal shumë në ngërç. Në përgjigje, më mirë themi, të absorbimit optimal të kërkesës, qoftë edhe të ofertës për shitblerje, po themi, të pasurive të paluajtshme. Pra janë dy element, pra nuk është vetëm si thosh masat parandaluese të Bankës Shqipërisë, që është njëri aspekt,
por aspektin ndoshta më i rëndësishëm është ajo që ndodh në treg. Dhe një individ është në mënyrë të logjikshme ose normale që nuk mund të marrë sot një kredi, edhe kur e ka të identifikuar pasurinë ose pronën që ai kërkon të blej, pra me përjashtim të pronave të reja, pra me atë ritëm që ato hynë në treg që mund të financohen lehtësisht, më mirë themi, nëpërmjet sektorit bankar, shitblerja e shtëpive ekzistuese ose banesave ekzistuese mbetet e vështirë pikërisht për shkak të ngërçit që ekziston sot. Po të ndalemi pak në një pikë. Ju thatë me të drejtë që banka është biznes. Në krahun tjetër merr masa parandaluese sa i përket sektorit ndërtimit me kreditë hipotekore. Banka e Shqipërisë, Banka e Shqipërisë. sektori. Po. Tani në këtë mes, nëse merr këto masa parandaluese, edhe ditën e sotme kishim konferencën produktiviteti është shumë i rëndësishëm. Turizmi pa u lidhur me bujqësinë nuk ka këtë efektivitet në ekonomi që shohim. Pse nuk ka masa të cilat të jenë inkurajuese ndaj sektorit bujqësor në këtë mes? Nëse arrin ta bësh këtë lloj gjëje për sektorin e ndërtimit, sepse thua dëgjoj mund të ketë probleme nesër. Tani po i shohim problemet sektorin e bujqësisë. Rikthehemi Pse nuk ndodh kjo? Asaj pike që thash pak përpara dhe që përforcoi dhe më shumë Lorenci. Në hapësirën urbane, toka për një arsye ose tjetër është e formalizuar, ose më mirë themi, është e lehtë të prodhohet një certifikat pronësie. Jo kudo, po në një pjesë të mirë, më mirë themi, të hapësirës urbane. Problemi madhor në bujqësi mbetet pikërisht pamundësia për të prodhuar një dokument autentik, ose original, ose të pa kontestueshëm. Dhe sigurisht është fakt pra kjo pjesë, duke qenë kështu, prandaj thashë. Pra sërish prona është problemi kryesor. Të madhe të mos funksionimit të gjërave nga pikpamja strukturore e funksionimit bujqësisë. Edhe sikur të zgjidhet problemi i pronësisë mbi tokën për 4 ose 5 vite të ardhshme, që pra personalisht do ta shikoja pak me skepticizëm për shkak kompleksitetit, o do të jepet një zgjidhje drakoniane, ose do të vazhdohet me zvarritje si për herë. Edhe sikur zgjidhet problemi i pronësisë mbi tokën, problemi i dytë madhor mbetet fakti që e para fragmentimi i tokës bujqësore, pra toka sipërfaqja e fermës është shumë e vogël në Shqipëri, tokat janë masivisht të pa organizuara në koncepte fermash ose bashkime kooperativ, më mirë themi, ose që përbëjnë bazat për ndërtimin e një biznesi agro-ushqimor ose nesër agro-industrial. Qeveria ende nuk ka një strategji ose më themi një artikulim të qartë politik se si do t'i qaset, më mirë themi, organizimit ose koordinimit, më mirë themi, të prodhimit të brendshëm bujqësor nëpërmjet promovimit të ashtu quajturës bujqësie integruar në të gjithë zinxhirin e vlerës. Në një moment që ne nuk kemi një strategji të tillë dhe është e kuptueshme pse është e vështirë të realizohet një diçka e tillë, do të vim te ajo pjesë, por duhet zgjidhim pikërisht disa elemente të tjerë që tham, pronësia mbi tokën, masja e fermës, futja e shoqërive të sigurimeve në të element, ndërtimi ose promovimi ose suporti për shoqëritë grumbulluese dhe shpërndarëse ose grumbullues distributor me shumicë të produkteve bujqësore, pra janë shumë hallka organizative dhe strukturore të cilat sigurisht do të jetë shumë e vështirë që t'i lihet në dojë iniciativës private, mund të zgjidhet fillimi shteti ose në një partneritet publik-privat, jo në formë të koncesioneve, po në partneritete reale për të zgjidhur këtë problematik, dhe vetëm pas këtyre, pasi të ndërmarrë këto hapa revolucionarizues, më themi, në drejtim të zgjidhjes së sfidave të mëdha strukturore që ka bujqësia në Shqipëri, vetëm atëherë ne mund të pretendojmë dhe të presim që edhe nismat e marra nga ana edhe e qeverisë shqiptare, edhe e Bankës Shqipërisë, pra le të kujtojmë atë ofrimin e kredis me kushte lehtësuese për financimin bujqësisë 10 miliona euro e gatshme nga ana e qeverisë shqiptare. Neve mund të kemi parat, por nuk kemi strukturën zbatuese. Pra është njësoj si të kemi naftën, të kemi shumë naftë, po s'kemi mjetin që me cilin do të ambushim e këtë naftë
për të na çuar në destinacion. Pra duhen të dyja. Do kthehemi sërish për të folur për raportin, ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi së shpejti nderuar teleshikues. Rikthehemi të nderuar teleshikues në këtë pjesë të dytë, po flasim për sektorët që po mbështesin bankat me kredi. Jemi me profesorin Elvin Meka dhe me Lorenz Rabethen për të ndalur pak tek zgjerimi vjetor i depozitave sektorit privat në thuajse 10%, çfarë sjell të rritje të shpejtë. Depozitat kanë shkëlqyer vitet e fundit, kanë ardhur shumë fonde nga emigrantët kryesisht, por kemi një veçori këto 2 vitet e fundit. Kemi rritjet pagave në administrat, e cila ka krijuar rritje prej 14.5%, që është shoqëruar një pjesë të madhe dhe nga rritja e pagave në sektorin privat. Të gjitha këto kanë krijuar një ofertë paraje, e cila sigurisht një pjesë e mirë e cilës ka përfunduar në brenda sistemit bankar. Po kemi edhe një veçori tjetër gjatë këtij viti, në sistemin bankar kanë hyrë edhe një fluks tjetër parash, i cili deri tani ishte investuar nga individët shqiptar në bonot thesari, në letra me vlerë qeverisë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që bonot thesarit kanë shënuar rënje të normave të interesat, domethënë janë bërë më pak interesante për individët, dhe çka kanë bërë individët, qytetarët, i kanë marrë ato para nga bonot thesari dhe i kanë futur në depozita bankare. Gjithsesi, depozitat kanë qenë vazhdimisht në një trajektore rritëse. Bile këtë vit janë diçka më ullët se vitet e kaluara, janë tek 10%. Është një trend normal, por këto dy pika, rritja e pagave në 2024 dhe bonot thesarit, që kanë shtuar në një farë mënyrë këto flukse gjatë 9 muajve të parë këtij viti. Një ekonomi e bazuar tek ndërtimi dhe shërbimet, bujqësia dhe siç u ndalëm tek industria ka rënje. Çfarë ekonomie është kjo, profesor? Ekonomi shërbimesh në një vend të deindustrializuar. Sigurisht, për sa kohë prirja e përgjithshme e zhvillimit të rajonit dhe të ekonomisë ndërkombëtare vazhdon të lëvizin territore pozitive, nuk përbën problem, pra mund të vazhdosh të ecësh mbi val ose të lundrosh me valën ose me erën, por në momentin kur në ekonominë globale ose evropiane, rajonale, mund të ndodhi një thyerje ose një ngjarje të cilat nuk janë më të pazakonta, pra duke si e në rikujtesë krizën e vitit 2008-2009, krizën e euros 12-15, pra që pati goditje, më mirë themi, ekonomia ose lufta në Ukrainë me shpërtimin e inflacionit 2021-2022, pra elementet të tilla ose situata të tilla sigurisht janë situata rrezikut në të cilat të parët që goditen janë kryesisht sektorët e shërbimeve. E pam eksaktësisht në gjatë periudhës 2020-2021, pra në kohët pandemisë, se çfarë psoi, më mirë themi, sektori i shërbimeve, turizmit, ndërtimi, pra psua një rënje, ekonomia psoi rënje thellë pikërisht sepse mbështetej në këto sektor. Sigurisht rritja ekonomike u nxit masivisht dhe vazhdon të mbahet po nga këto sektor, pra janë sektor ciklik, pra nëse mund ta përmbledhim, pra lëvizin në të njëjtin drejtim siç lëviz prirja e përgjithshme e zhvillimit ekonomik. Ajo që është imperativ për Shqipërinë ose për ekonomi në zhvillim, pasi ka tjetër narrativ ekonomia në zhvillim dhe tjetër ekonomitë e zhvilluar ose të maturuar, të cilat i kanë të gjithë mekanizmat, tregjet dhe instrumentat për të përballuar, më mirë themi, kriza, qoftë edhe situata të mëdha krizash, pra hyjnë dhe dalin më shpejt nga krizat vendet e tjera në zhvillim, përjetojnë probleme të thella. Pra Shqipëria duhet të mendoj, dhe kur themi Shqipëria, gjithë grupet e interesit, po sigurisht qeverisja i bara më e madhe, më e rëndësishme, duhet patjetër të konsiderojë dhe të ketë në fokus projektimin e strategjive afatmesme dhe afatgjata zhvillimit që e diversifikon mbështetjen e ekonomisë. Pra, nuk mbahet vetëm në 2-3 shtylla, po shton edhe një 3-4 shtylla të tjera, të cilat do t'i shërbejnë si Sheh diçka të tillë në horizont? Deri në këtë moment jo. Pra, nuk kemi një strategji të paktën në artikulimin e përditshëm ekonomik, politik dhe social. Nuk shikohet asgjë kundi cila është strategjia
e ardhshme e energjisë, pra e mbështetjes sektorit energjetik, që për mua do t'ishte sektori që mund t'ishte ardhmja, në themi e fortë e mbështetjes së ritmit të fortë të zhvillimit dhe të qëndrueshëm të ekonomisë, pasi nuk varet nga përirjet ciklike të ekonomisë, pasi nevoja për energji vetëm do të rritet, pra nuk ka rënje. Përkundrazi do të rritet me herë, jo me përqindje, pra duhet të jetë një sektor tejet prioritar, sigurisht do të jetë një sektor tejet prioritar pjesa e transportit, pra i duhet dhënë më shumë mbështetje, suport, si në drejtim të investimeve, por edhe në drejtim të politikave geostrategjike, transportit, pra për te transportit ajror që në një farë mënyrë Shqipëria është bërë një pjesë e mirë, pra është bërë e njohur, më mirë themi në arenë ndërkombëtare, duhet fuqizohet transporti hekurudhor, rrugor dhe detar, jo më shumë në drejtim të energjizimit potencialit brendshëm të Shqipërisë, më shumë se sa i sigurimit të një ndërlidhje, ose më mirë themi futjes së Shqipërisë në rrjetin evropian, më mirë themi të këtyre transporteve, sigurisht kërkohen investime madhore, por të cilat shpërblejnë në afatgjat. Patjetër, bujësia mbetet thembra e Akilit për problematikat që ka, por dhe pjesa e industrive, Shqipëria duhet të energjizoj pikërisht ato lloje ose ato segmente ose pjesë, më mirë themi, të gjithë sektorit të industrisë, të cilët kanë realisht potencial për të mbështetur, pra po themi agrobiznesin, një ndërmjetësim midis bujqësisë dhe turizmit, sigurisht mund të jetë një industria e lehtë në këndvështrimin, po themi, të optimizimit të fasonit, por jo vetëm, dhe pikërisht ato elementet të industrisë automotive, pra ato aq pjesa mund të na lënë ne si Shqipëri të bëjmë, dhe sigurisht industria e mbrojtjes. Unë shikoj një element ose një deg, më mirë themi, që do duhet marrë dhe besoj do marrë një vëmendje të caktuar në kushtet e reja aktuale geopolitike dhe geostrategjike, pra duhet të jetë një sektor ku Shqipëria me ato kapacitete që ka dhe ato mundësi që ka mund ta zhvillojë, natyrisht nuk do të jetë një deg e rëndësishëm ose sektor i rëndësishëm, por për aq sa ai takon të zhvillohet, mund të konsiderohet dhe sigurisht edhe pjesa e industrisë nxjerrëse, nuk di çfarë planesh ka në afatgjat për të rikthyer, më mirë themi, pjesën e atij segmenti ose të asaj pjese të industrisë që ne dikur kishim për pjesën të metaleve me ngjyra, bëhet fjalë për industrinë bakrit, që mund të ishte një rikthim, më mirë themi, në narrativën e ciklit të mbyllur ose të plot të prodhimit, pra parë në një panoramë më të gjerë, qeveria nuk duhet të jetë e qetë ose në pritje spontane pra të shtym sa të shtym me turizmin, ndërtimin ose shërbimet, pasi demografia nuk po na ndihmon dhe nuk ka gjasa dhe mundësi të na ndihmoj. Kosto e barës sociale në buxhetin e shtetit vazhdon dhe zë një peshë madhe dhe projektohet që në vitin vim të vazhdoj të rrisë peshën dhe barën, e cila në një mënyrë ose tjetër do duhet të dalin nga diku, nga xhepat e konsumatorëve. Po për të ndalur për një pyetje të fundit faktikisht, ju me drejtë thatë bujqësia thembra e Akilit, ne legalizuam kanabisin. Do të krijojmë ferma kanabisi, mendon se do t'i financojë sektori bankar, ato kanë niptin, janë shtetërore, mund të jenë me PPP, varet se si do të bëhet. Kjo lloj bujqësie mund na rikujtoj, nëse i kthehemi në retrospektiv, një filmi të kohës realizmit socialist për Ballimi, ku në fund filmit ndel një parull që thuhet plani 2 vjeçar dosje Begatin. Pra, e njëjta gjë është dhe kjo. Pra, është një lloj, një pjesë ose një segment, po themi, i pa përfillshëm i bujqësisë, që pavarësisht se do të jetë i mbikëqyrë dhe i rregulluar fort, nisur edhe nga kuotat që mund t'i aplikohen në Shqipëri, sepse nuk mund të prodhosh sa duash ti, domethënë, është diçka që do të veprosh brenda disa kuotave dhe kornizave të përcaktuara.
nuk besoj se një do të përbëj një narrativ të re me cilët banka do të fillojnë të orientohen. Ky sektor mund të jetë edhe i vetë financuar, pra për shkak të mënyrës se si funksionon, pra nuk kërkon investime të jashtëzakonshme kapitale ose një periudhë shumë të gjatë kthimi në mërthimet e investime, pra janë ca element teknik të cilët jo domosdoshmërisht kërkojnë një suport kaq të madh financiar dhe në finale kanë një kontribut të papërfillshëm, të pandjeshëm dhe për vetë thash sensitivitetin që ka, më them, kjo lloj bujësie do të tentojë të jetë gjithmonë e vogël ose e mbajtur brenda një kuadri shumë konservator, qoftë në zgjerim, qoftë edhe në financim. Profesor Ganesi që kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit. Zonja dhe zotrinju, faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.